Toni përfshihet në një debat të ashpër me Elionën, një përplasje që shpërthen pas tensioneve të grumbulluara prej kohësh mes tyre. Atmosfera ndizet shpejt dhe biseda kalon nga fjalë të nënkuptuara në akuza të drejtë për drejta. Toni shfaqet i irrituar dhe i bindur në mendimin e tij, duke e sulmuar Elionën me deklarata të rënda që tronditin edhe banorët e tjerë. Ai thotë se Eliona nuk ka as moral dhe as respekt për veten, duke pretenduar se sjelljet e saj janë të qëllimshme dhe të llogaritura vetëm për vëmendje. Sipas Tonit, ajo nuk sillet sinqerisht dhe çdo veprim i saj është pjesë e një strategjie për famë dhe ekspozim. Këto fjalë e acarojnë edhe më shumë situatën dhe e bëjnë debatin të marrë për masa më të mëdha. Eliona ndihet e fyer nga këto akuza dhe e sheh sulmin e Tonit si një përpjekje për ta ulur dhe për ta nxjerrë keq para të tjerëve. Ajo përpiqet të mbrohet, ndërsa Toni vazhdon të insistojë se ajo nuk respekton as veten dhe as njerëzit përreth saj. Tonet ngrihen, fjalët bëhen gjithnjë më të forta dhe tensioni në ambient rritet ndjeshëm. Banorët e tjerë i ndjekin me vëmendje zhvillimet, disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por debati tashmë ka marrë hovë. Toni duket i vendosur të thotë gjithçka që mendon, ndërsa Eliona refuzon t'i pranojë akuzat dhe largohet e revoltuar nga përplasja. Ky debat lë një krisje të thellë mes tyre dhe ndikon dukshëm në klimën e shtëpisë. Pas kësaj përplasje, marrëdhënia mes Tonit dhe Elionës bëhet edhe më e ftohtë, ndërsa të gjithë e kuptojnë se konfliktet mes tyre janë larg zgjidhjes dhe pritet të sjellin edhe më shumë tension në ditët në vazhdim.